kemi vetëm doktorin që pak në atë Parti Demokratike që nuk se mori pak, do mori shumë pak se që duheshin për qeverisë, mori gati 500.000 vota, dhe të shumë vetëm doktorin që del. Pra do thënë doktori ka marrë për sipër edhe kandidimin për kryeministër dhe kryetarin e opozitës dhe do të thënë i bën të gjitha vetë, të gjitha rolet. Dhe po kjo nuk heq pyetjen kryesore nga skena. Ora opozita a ka shpresë për ringjallje apo do dëgjojmë vetëm doktorin që do bëj akuza që mund të jenë vërteta të sakta, nuk kam asnjë gjë. Bile shumë elegante, shumë interesante, shumë radikale, po vetëm një zë. Pra nga ky zë mund të kuptojmë të ardhmen e opozitës. Zoti Prenci, a ka shpresë për ringjallje opozita është e rënuar, çfarë po ndodh? Unë nuk mendoj që opozita është e rënuar. Unë mendoj që opozita është më se shkatëruar me leadership të konsumuar. Kur them leadership nuk kam parasysh një person të vetëm. Të gjithë ata që janë konsumuar në politik normalisht nuk kanë se çfarë të japin. Duhet të mos hargjohet shumë kohë. Nuk ka kohë ma për eksperimente. Pasi dal nga dal në Shqipëri dikush thotë është instaluar regjimi, dikush thotë se është duke instaluar regjimi. Ka artikulime të ndryshme të analistëve, qoftë dhe Baton Haxhiu që thotë unë nuk do t'ja uroja mikut tim të ngushtë mandatin e 4. Ka artikulime se në Shqipëri mund të krijohet fronti antipatronazhist, e cila të çon drejt një përplasje shumë të madhe. Vëmendja e ambasadave në Shqipëri duhet të jetë në këtë moment shumë e lartë, sidomos ambasada amerikane. Shërbimi informativ shtetëror është inekzistent. Opozita ose do të riorganizohet me një leadership të ri, ose përndryshe do të jemi drejt një përplasje të madhe dhe nuk është mirë që Shqipëria të shkojë në një përplasje. Çfarë nuk kupton me përplasje? Po fakti që artikulohet krijimi i një fronti antipatronazhist do të thotë që ka përplasje. Sepse kryeministri në njërin anë i falenderon dhe i quar në strukturat e patronazhimit votës një strukturë të suksesshme të Partisë Socialiste, ndërkohë që është prekur drejt për së drejti integriteti i votës nëpërmjet grupit patronazhimit në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Prova ka të pakontestueshme të njerëzve që kanë arritur të marrin deri në 40 vota një herësh në Greqi dhe ka një model ose një format plotësimit të votës